Përshëndetje të dashur teleshikues, po takohemi përsëri në edicionin e lajmeve për këtë vit. Rikthehet në drejtimin e ekipit të Lushnjës ish futbollisti dhe ish trajneri Artan Bano. Ai e cilësoi rikthimin detyrim ndaj qytetit tim në këtë moment të vështirë për skuadrën. Emërohet trajneri i ri i ekipit të Lushnjës, Artan Bano, i cili ka qenë një nga ish futbollistët më të mirë dhe ish trajneri i ekipit të Lushnjës. Trajneri Bano foli për gjendjen e vështirë në të cilin ndodhet ekipi që mori përsipër ta drejtojë pasi rrezikon rënja në kategorinë e dytë. Ai e vendos besimin tek lojtarët që janë të talentuar, por 2-3 prurje cilësore janë të nevojshme, tha ai. Sot fillojmë një punë të re për 2026-ën. E dim që është një punë shumë e vështirë dhe për gjendjen që ka ekipi, gjendjen aktuale në pikë. Kështu që do mundohemi që të bëjmë një punë shumë të mirë edhe patjetër pse jo të kemi rezultate pozitive. Kështu që mendoj që duke pasur parasysh të djemtë që janë me goxha kualitet, mendoj që do bëjmë një punë shumë të mirë, edhe pse nuk kemi pikët që na duhen për 16 apo 17 ndeshjet e para që kemi bërë, por këtij ekipi i mungojnë vetëm pikët dhe nuk i mungon performanca. Kështu që do mundohemi me SSB-n që të bëjmë një ekip profesionist edhe të mundohemi të luajmë futboll për të fituar. Sport Klub Lushnja ka djemë shumë të mirë, ka djemë talentuar, ka aftësi individuale shumë të mira, por ka pasur disa probleme, ndoshta ndonjëherë që futbolli do të ndeshkon. Mund të luash 90 minuta shumë mirë, po për 20 apo 30 sekonda desekulibrohesh edhe pson gol. Kështu që na del një punë vështirë shumë përpara për të punuar me futbollistët edhe për të arritur qëllimin që kemi. Si do të arrish qëllimin? Njërë në radhë parë qëndrimin në këtë kategori që kemi dhe të arrisim ekipin nga ana cilësore në çdo moment. Kështu që do të merremi me faktin që kemi, absolutisht që ekipi është pa diskutueshëm që i duhen 2 deri në 3 përforcime, nuk është problemi për Lushnjën, për çdo ekip, edhe ekipet e mëdha kanë domosdoshmëri prurjet e reja. Bano theksoi se këtë rikthim të një lushnjari në ekipin e Lushnjës e ndjeu detyrim ndaj tifozerisë lushnjare dhe është i sigurt që do të arrijë rezultatet e pritura nga publiku i mrekullueshëm që e ka shoqëruar gjithmonë skuadrën e zemrës. Padyshim, unë ndjej detyrim të punoj për qytetin tim, duke pasur parasysh që kjo është një qytet që jeton me futbollin dhe ndoshta rikthimi im ka qenë edhe ndoshta dhe i detyruar, ndoshta dhe nga publiku, ma kanë kërkuar me SSB-n që unë të rikthehem edhe t'i kthej po atë ndjenjë dashurie që kanë futbollin, por jemi ne ata që duhet të punojmë shumë edhe qofse ne duhet të punojmë dhe do të kemi rezultate pozitive patjetër. Gjithmonë puna jonë varet nga publiku që vjen. Do të arrijnë këto rezultate pozitive? Absolutisht po, unë jam i bindur, patjetër do të kemi kohë. Edhe pse është shkurtër që me 2-3 futbollistë që kemi planifikuar gjithë bashkë, cilësor ne ta motorizojmë ekipin dhe ta harmonizojmë për këto 4 apo 5 muaj. Arrestohet i riu nga policia e Fierit pasi akuzohet për shpërndarje droge. 26 vjeçari tentoi që t'i shpëtonte policisë, por është neutralizuar dhe më pas është vënë në pranga. Policia e Fierit ka arrestuar një 26 vjeçar pasi akuzohet për shpërndarje droge. Sipas njoftimit të policisë, është finalizuar operacioni koduar New Start, duke goditur një rast tjetër të shpërndarjes së lëndëve narkotike. Operacioni nga sektori për hetimin e narkotikëve i DVP Fier i ndjekur prej një muaji me metoda speciale të hetimit. Gjatë operacionit arrestohet në flagrancë një shtetas i cili posedonte lëndë narkotike kokain me qëllim shitja në qytetin e Fierit. Specialistët për hetimin e narkotikëve në bashkëpunim me shërbimet e forcës së posaçme operacionale të DVP Fier kapën në flagrancë dhe arrestuan shtetasin YE, 26 vjeç, banues në Fier. Gjatë kontrollit fizik dhe të automjetit që shtetasi YE drejtonte, shërbimet e policisë gjetën një sasi prej 81 gramësh lëndë të dyshuar narkotike kokain, të cilën ky shtetas e posedonte me qëllim shitjen. Shtetasi YE ka tentuar t'u ikë punojësve të policisë, por është neutralizuar dhe më pas vënë në pranga. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan lënda narkotike, një automjet dhe 3 celular. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme.
Kryetari i Partisë Demokratike në konferencën para gazetarëve foli për arrestimin e Maduros dhe i kërkoi kryeministrit Rama të japë dorëheqjen menjëherë, pasi koha e narkodiktatorëve po perëndon me shpejtësi. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha para mediave nga Selia Blu deklaroi se Edi Rama duhet të japë dorëheqjen, ndryshe do të ketë fatin e Nicolas Maduros. Berisha deklaroi se sot janë para jush për të denoncuar shkeljen e rënë të kushtetutës, ligjeve të vendit, rregullore së parlamentit nga Edi Rama në mbrojtje de facto të vetes në aparencë të Belinda Ballukut. Edi Rama sfidon në këtë mënyrë në një grush shteti qytetarët shqiptar, të cilët presin me të drejtë dhe pa durim të shohin para ligjit qeveritarët hajdut që janë bërë milionerë, miliardierë me taksat dhe pasuritë e tyre. Edi Rama në vend të dorëheqjes së tij të menjëhershme ju bëri ditur shqiptarëve se ai është i gatshëm të përdorë 83 mandatet e krimit për të mbrojtur miliardat e vjedhura prej tij dhe bashkëpunëtorët e tij. Ai ju bëri qartë shqiptarëve se vjedhjet monstruoze të qindra milionerëve nga Linda, nga Baxhanaku i tij, me ndihmën e lindës Kunad dhe lindës drejtoresh e Akshit, nuk janë asgjë, janë përdorim parash dhe jo grabitje plaçkitje. Të dhënat e Instat tregojnë se paga reale mesatare sot vlen 140 euro më pak se në vitin 2020. Të gjithë kemi vënë re se edhe pse marrim më shumë para për pagat në fund të muajit, ato nuk na dalin, tregojnë të dhënat e Instat. Sipas Instat në tremujorin e tretë, paga reale mesatare bruto ishte 69.630 lek ose 16.4% më ulët se paga mesatare nominale prej 83.300 lekësh në të njëjtën periudhë. Paga reale për shkak të efekteve të inflacionit është 140 euro më ulët se paga nominale në qershor-shtator 2025. Sipas Instat, një shqiptar me rreth 83.000 lek blen sot të njëjtat mallra që në vitin 2020 i blinte me rreth 70.000 lek. Paga nominale mesatare mujore bruto në Shqipëri nga viti 2014 në 2025 është rritur ndjeshëm, por nuk është shoqëruar në të njëjtën mas me përmirësim të fuqisë reale blerëse të punësuarve. Përkundrazi, pagat nominale dhe ajo reale kishin diferenca të balancuara para pandemisë, por më pas hendeku erdhi në zgjerim nga rritja e çmimeve, sidomos në qera dhe ushqime. Paga nominale u rrit ndjeshëm me rreth 60.000 lek në vitin 2022, në mbi 83.000 lek në vitin 2024 dhe në fillim të 2025-s. Megjithatë, paga reale rritet shumë ngadalë dhe në disa tremujor madje shënon rënje krahasuar me ritmin e pagës nominale. Raporti i pagës reale ndaj pagës nominale bie në mënyrë të vazhdueshme, duke zbritur nga rreth 94% në fillim të vitit 2022 në rreth 83% në vitet 2024-2025. Kjo tregon se një pjesë gjithnjë më e madhe e rritjes së pagave po gërryhet nga inflacioni. Ndonse punojësit marrin paga nominalisht shumë më të larta sot, krahasuar me një dekadë më parë, fuqia reale blerëse e këtyre pagave është përkeqësuar ndjeshëm në vitet e fundit. Pagat më të larta nuk kanë arritur të kompensojnë rritjen e çmimeve, duke bërë që përfitimi real për të punësuarit të jetë më i ulët sesa sugjeron rritja nominale e të ardhurave. Diferenca ndërmjet pagës reale dhe asaj nominale po thellohet për shkak se rritja e tyre nuk erdhi nga produktiviteti në ekonomi, por nga presionet e fuqisë punëtore. Rritja e pagave me vendime e stimuloi edhe më shumë rritjen e çmimeve, duke ulur në të vërtetë vlera reale të pagave. Do ta pësojnë më keq se Maduro, kërcënon presidenti Trump liderët e rinj, duke theksuar se Venezuelën e qeverisim ne. Presidenti amerikan Donald Trump, pas arrestimit të ish udhëheqësit të Venezuelës Nicolas Maduro të shtunën, i cili ndodhet në një burg amerikan, paralajmëroi udhëheqësit e Venezuelës se do të paguajnë një çmim shumë të madh nëse nuk bashkëpunojnë me Washingtonin.
Trump paralajmëroi presidenten në detyrë të Venezuelës, Rodriguez, se nëse ajo nuk bën atë që është e drejtë, do të paguajë një çmim shumë të madh, ndoshta më të madh se Maduro. Rodriguez ishte zëvendësuese e Maduros përpara se të emërojë presidenten në detyrë më 4 janar. Ajo i quajti operacionin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Venezuelë shkelje të kartës së OKB-s dhe u zotua se ne nuk do të jemi kurrë më sklever. Në një konferencë për shtyp një ditë më parë, Trump e përshëndeti operacionin ushtarak në Venezuelë, por nuk dha detaje. Një general i lartë amerikan tha se 150 avion amerikan ishin përfshirë në sulm pas muajsh përgatitje. Trump shkaktoi reagime kur tha se Amerika do të drejtojë përkohësisht vendin e Amerikës së Jugut derisa të vijë momenti kur do të mund të bëhet një tranzicion i sigurt dhe i matur. Nuk ishte menjëherë e qartë se çfarë nënkuptonte Trump me atë që Amerika do të drejtojë vendin. Ai u tha gazetarëve se po caktonte njerëz nga kabineti i tij për të qenë përgjegjës në Venezuelë pa dhënë detaje shtesë. Zyrtarët e administratës amerikane, përfshirë sekretarin e shtetit Marco Rubio, nuk dhanë sqarime kur u pyetën nga gazetarët për planin e Trumpit. Sidoqoftë, Rodriguez, e cila mori rolin e presidentes në detyrë me urdhër të gjykatës së lartë të Venezuelës, ka sinjalizuar gatishmëri për pajtim. Rodriguez, e cila mbështetet nga ushtria venezueliane, fillimisht u shfaq sfiduese, duke quajtur Maduron presidentin e vetëm të vendit dhe duke cilësuar sulmin amerikan si një njollë të tmerrshme në marrëdhënie. Pasi Trump sinjalizoi se ishte gati të kryente një valë të dytë veprimesh ushtarake në Venezuelë, nëse do të ishte nevojshme, Rodriguez zbuti qëndrimin duke shkruar në rrjetet sociale të hënën se Caracasi kërkonte një marrëdhënie të balancuar dhe të respektueshme me Washingtonin. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.